Ish deputetja e Partisë Socialiste Blerina Gjylameti ka reaguar pas mbylljes së numërimit votave teksa nuk mundi të fitonte mandatin në zgjedhjet e 11 majit. Gjylameti kandidoi në listën e hapur të Tiranës ku arriti të siguronte një numër të lartë votash duke konkuruar kok më kok me Olta Xhaçkën. Ish deputetja nuk arriti të siguronte mandatin duke humbur me një diferencë shumë të vogël prej vetëm 130 votash. Në një reagim në rrjetet sociale, ajo ka falendëruar të gjithë mbështetësit ku ka theksuar se bën vetëm betejë të mëdha. Të dashur miq, familjarë dhe mbështetës të mi në garën e 11 majit, kam një përqafim të madh për secilin prej jush dhe sjeni pak 6148 zemra. Të gjithë ju që më besuat, gjën më të çmuar që një qytetar ka votur. Kudo që ishit në 104 në të gjithë qarkun e Tiranës dhe mbi të gjitha ju që votuat nga diaspora, dua t'ju them faleminderit. Çdo vot, çdo shprehje besimi është një gur i çmuar në themelin e një Shqipërie më të mirë. Në këtë garë nuk ka humbës, ka vetëm të fituar dhe unë besoj këtë me gjithë zemër. Të gjithë kemi fituar vazhdimsi në rrugën drejt së ardhmes europiane. Unë personalisht kam fituar zemrat tuaja, respektin tuaj, mbështetjen tuaj. Dhe për këtë ju jam thellësisht mirënjohëse. 11 maj për mua ishte një fitore e një lloji tjetër, një përvojë vlefshme, një garë sfiduese dhe një rezultat që më mbush me krenari. Faleminderit secilit prej jush. Faleminderit ekipit tim të palodhur, familjes sime të duruar dhe në veçantë kryeministrit Edi Rama për besimin dhe përkrahjen, sidomos në këto ditë të lodhshme sfiduese të mbushura me emocione. Ne më mirë se kushdo tjetër e kuptojmë sa e vështirë është të mbash bashkë një familje të madhe si Partia Socialiste. Betejë jon vazhdon për angazhimet që kjo forcë politike ka marrë. Ne nuk bëjmë luftra të vogla, ne bëjmë betejë të mëdha për jetët e njerëzve, as pak për jetët tona. Mirënjohse, këto zgjedhje, kjo garë më kanë dhënë vetdijen e plot pse jam në politik, pse në Partinë Socialiste dhe bindjen e thellë se Partia Socialiste është forca që i duhet vendit në këtë moment historik. Zgjedhjet mbaruan, sovrani foli, politika për njerëzit vazhdon, shkruan Gjylameti. Reagimi i kësaj fundit interpretohet qartazi se do të zbatoj deri në fund urdhrat nga kryeministri dhe kryesocialisti Edi Rama, pra tërheqjen nga kërkesa për pamjet filmike, pasi më herët kishte dyshime për votat që i ndante me Olta Xhaçkën.